tregojnë jetën primitive në kohën e Jezusit. Vitin e kaluar kemi pas 30.000 vizitatorë në Ballkan, natyrisht që është më e madhja edhe unike. Këtu gjemi në fshatin Hajmel, por famullit është në fshati Hajmeli dhe Ulet. Kjo ide ishte shumë e kohë, por është realizu këtu në fshatin Hajmel nga disa të rinj vullnetar, një i cili është edhe skenografist edhe ka shumë pasion artin dhe kulturën, edhe ai është vendosur në dispozicion të fretërve të cilët e kanë idealizu këtu. Si që janë vullet mirë këtu dhe bujar nuk të realizoj kë Betlehemi. Për herë të parë është realizuar në vitin 2018 edhe sot vetëm një vit e kemi ndërprerë, kur ishte pandemia, por edhe në atë vit këta të rinj kanë realizuar filmin e lindjes së Jezusit. Dashuria u bë njeri, titullohet. Ka lind për të pas një atmosferë festive dhe për tregu identitetin ton të krishterë këtu në këta zona. Edhe kemi bërë pikërisht këtu në këto bord të kishës, një diçka shumë të vogël, por vit pas vitit ka ardhur në rritje, qoftë nga ana vullnetare, qoftë nga pasioni, qoftë nga dashuria të cilët e kanë shpreh këta njerëz vullnet mirë këtu, si rritje e kërkesës së vizitorëve, të cilët u doshim gjithmonë të zmadhoshim këtë Betlehem, sepse vizitorët nuk përmbashin në një Betlehem të vogël që ishim këto. Vitin e kaluar kemi pas rreth 30.000 vizitorë në 3 edicione që kemi shfaq këtu. Këtë vit nuk dim se sa do të arrijë numri normalisht, por në rritje ka qenë vazhdimisht numri. Kemi jo vetëm që fshatin apo qytetin e Betlehemit ku ka lind Krishti, kur është lindja këtu përballë me jetë, por ne kemi kërkuar që të vendosim disa fusha të cilët tregojnë jetën primitive në kohën e Jezusit apo të perëndërisë romake, ku kemi vendos disa barinj të cilët kanë qenë gjithmonë një pjesë periferike e qytetit, një pjesë periferike e shoqërisë edhe në atë kohë, edhe sot madje. Pas atyre kemi disa edhe të gërbulerit, të cilët janë pjesa më refuzuar e shoqërisë në atë kohë. Ku sot nuk ka gërbul, por ka gërbule të tjera normalisht edhe. Pas kësaj ka është edhe industria, lana drosore, gurgdhendja e me radhë, të cilët janë furnizuar qytetit është më afër, dhe kemi tregun. Një treg të cilët nuk ka qenë fiks në brenda qytetit, sepse qyteti ka dyqane më luksoze, por ku ofron nga industria, nga fushat, nga blegtoria, furnizohet edhe qyteti dhe pas tregut me njëherë gjendemi në pjesën e mërmërë të qytetit, ku është tempulli, apo është pallati mbretëror, apo ku është senati, si themi sot parlamenti, kemi pallatin mbretëror, familjet më nobel, fisnike, edhe vërtet në sfumatur që është gjithmonë qyteti i mërmërt. Pas kësaj vjen prap sfumatura, ku janë ata të cilët përfitojnë nga qyteti dhe kanë vazhdojnë tregtinë tjetër të vreshta apo prodhojnë verët e çajet e me radhë. Pas këtyre kemi edhe gjithmonë kovaçet të cilët kanë furnizuar qytetit. Qytetin kemi vendosur në 2 pjesë të zbrastat që furnizojnë qytetin, qoftë nga ana e materialit të hekurt, që rrahen hekurit, qoftë edhe nga ana e furnizimit të bujqësisë. Dhe po ashtu furrat e bukës, të cilët pa bukën e përditshme nuk jetohet, edhe peshë apo disa mullini që është një repart tjetër, mullini, produkti i grunit edhe furra e bukës, ku e kemi vendosur afër Betlehemit, sepse vetë fjala Betlehem do të thotë shtëpia e bukës. Edhe medaljen përfundojmë në kasollën e Betlehemit, ku është lindja e Krishtit. Veshja është fale prej kapacitetit e disa motrave stigmatine që janë këtu dhe punojnë, janë motra nderit. Motër Marieta është detajiste shumë e madhe, sidomos në kostumografi dhe angazhimit shumë të zellshëm të saj. Kështu që është një improvizim që ka sjell duke marrë gjithmonë shkas nga viti 0 që ishte Jezusi në lindjen në Jerusalem. Pjesëmarrësit të cilët e kanë realizuar nga ana vullnetare janë nga fshatrat tona, edhe aktorë të cilët marrin pjesë janë nga fshatrat tona, ka edhe ndonjë që kemi jashtë fshatrave që kërkojnë, edhe ne u hapim dyert, i mirëpresim.
Edhe po ashtu edhe donatorë të cilët janë nga fshatet, nga qytetet e ndryshme, diçka tjetër, po kryesisht nga fshatet tona të cilët e ofrojnë mundësinë për të realizuar çdo vit këtë Betlehem. Për ata të cilët e kanë parë nëpër media rrjetet sociale, ju ftojmë të vini të shikoni sepse ja vlen, edhe pse ka thjerë rradh, ja vlen pas që të transformohet njeriu, sepse pikërisht kemi kërkuar që të bëjmë këtë transformim mikpritje me gëzim edhe me hare, por edhe me paqe, edhe është mesazhi të cilët kemi dashur me dhënë me këtë organizim, që të japim bashkim dhe paqe. Po, në Ballkan është një prej veprave të cilët ndoshta më të mëdha, por edhe ndoshta dikush mund të përsërisë diçka tillë, por jo në këto performanca të mëdha. Në Ballkan natyrisht që është më e madhja edhe unike. Por edhe në Europë apo në vende të tjera është rivale apo është në nivele shumë të larta, në performanca shumë të larta. Të paktën sipas atyre të cilët kanë parë në Itali në vende të tjera të botës, thonë se këtu realizojnë diçka që është shumë më reale. Ajo që na avanzon neve është realistika.